përgjithësit që në takojnë. Cili bashkëpunim është në mes dy partive politike, dy liderve këtë rast? A është kjo si hariq i naj koalicionit mund shumë mas gjedhet ashme, apo thjesht është si pas jush kortezi mes dy liderve? Është gjë normale kur një parti politike zgjedh një lider të ri dhe partia politike tjetër, kryetari i lëvizjes vendosje i uron zgjedhjen një kryetari të ri të një partie politike, siç është rasti i Partisë Demokratike të Kosovës. Tani, ne gjithmonë kemi qenë të gatshëm për bashkëpunim. Siç e dini, kemi ftuar për bashkëpunim edhe më herët, po në këtë rast patëm thirrje për diskutim lidhjen demokratike të Kosovës, nismën dhe kemi qenë të hapun që të marrim edhe mendimet e tyre edhe propozimet e tyre. Në këtë rast, sa i përket PDK-s, thjesht është shpreh një urim për detyrën cilën e ka marrë dhe është shpreh dëshira që të bashkëpunojmë të ardhmen, që të bashkëpunojnë në të ardhmen sy dy parti politike, cilat do të jenë në kuvend, ku në bazë edhe të mbështetjes popullore që do të kemi, edhe do të arrijmë që të bashkëpunojmë. Ne normalisht në kuvendin e Kosovës bashkëpunojmë edhe kur s'kemi koalicione. Për shembull, në rastin kur kemi marrëveshje ndërkombëtare që t'i votojmë, ne duhet bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Në ky është bashkëpunimi që ne duhet ta bëjmë edhe në të ardhmen, po edhe për bashkëpunime tjera cilat do të vinë, ndoshta muajt apo vitet në vijim. Bashkëpunime që mund të vinë, që apo i bie kjo, jeni duke hapur derën PDK-s apo çfarë? Ne nuk po flasim njëherë për koalicione, nuk kemi diskutuar për koalicione, sepse lëvizja vetëvendosje ka bërë kompromise shumë të mëdha. Dhe mendojmë që nuk ka më hapësirë për kompromise tjera. Për shembull, kompromisi i parë dhe shumë i rëndësishëm ka qenë që ne kemi heqë dorë nga votimi i një gruaje, cila është më e votuar në Republikën e Kosovës për ta zgjedhur kryetarit kuvendit, siç është zonja Haxhiu. Në anën tjetër, kompromisi tjetër i madh është që ndoshta i fundit, jo ndoshta, po sidoqoftë është kompromisi i fundit që lëvizja vetëvendosje bën, ne kemi heqë dorë nga lideri i cili është më i votuar në Republikën e Kosovës, në historinë e Republikës Kosovës, që të mos jetë kandidat për kryeministër. Pra këto janë dy kompromise të cilat ne i kemi bërë si lëvizje vetëvendosje aktualisht. Dhe nuk kemi ngjanje që të bëjmë kompromise të tjera. Zona Pacull, këtë dytën e keni pak taktike, se nuk besoj që keni hequr dorë nga zoti Kurti. Po ne aktualisht kemi propozuar një mandatar të dytë. Se nëse votohet, ne do të kemi për kryeministër zotin Konjufta dhe jo zotin Kurti. E vërtetë është pra është kompromis. Dhe është kompromis te i madh. A e keni bërë duke e ditur se s'ka vot? Vetëm sa për ta